Sot do të desha të falenderoj mamin tim që mi ka blerë të gjithë fjalorët dhe nuk është inteligjenca kompjuterike, por është dashuria e nënës ajo që ka bërë të gjitha zbulimet. Të gjithë fjalorët i kam prej saj dhe nuk janë kompjuterat që më kanë dhënë shpirt, dritë dhe jetë, por është dashuria e nënës. Ky film që po bëj sot është shumë personal, është për Dibrën, sepse drejtori i arkeologjisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, me origjinë nga Dibra, thotë që Dibranët janë penest dhe fisi penest është fjalë ilire. Dhe unë kam vërtetuar që penestja vjen nga libri i Aristotelit, Politika. Ka dalë për herë të parë emri Penesteia, nga Penestes do thot njëri i varfër në greqisht. Penestes ishin shtresa më e varfër e perandorisë helene në Iliri, e pa deklaruar. Askush nuk e di, por e gjithë Iliria ka qenë e pushtuar nga helenët. Dhe ilirët nuk ishin popull, por ishin shtresë. Këtë zbulim epokal nuk do e kisha bërë me kompjutra, por me fjalor që mi ka siguruar vetë mami im dhe asaj ja dedikoj të gjitha zbulimet e mia. Jo vetëm që kam gjetur origjinën e fjalës penestja, të dashur shqiptar, kam gjetur origjinën e fjalës Dibra dhe fatmirësisht kjo është e regjistruar në internet. Ka lindur si një dialog me ndjekësit e mi në Facebook, sepse po të bësh diskutime të gjëra në YouTube, për fat keq, nga që shumë veta marrin pjesë dhe thonë mendime të ndryshme, kjo mund të dëmtojë edhe mund të ta mbyllin si televizion. Prandaj unë nuk futem në diskutime këtu në YouTube, por në Facebook. Atje ndihemi lirshëm. Dhe atje nxora idenë që fjala Dibër ka ardhur nga Debora, emër në latinisht. Debora është gjykatëse në Izrael, që është e dvora. Por në gjuhën siriake të vjetër, klasike, shkruheshte Debora dhe shqiptoheshte Debora. Këtë fjalë unë e kam gjetur në veprën e Ana Komnenës, Aleksiad, emrin e Dibrës, dhe ky emër shfaqet në 2 vende ku janë dhe sot e kësaj dite. Deboros, ose Debar në Dibër, dhe në jug të Shqipërisë, thot ajo, vinë shqiptarët në Dhivra. Pra në greqisht, Dibra ka ndryshuar në Dhivra, pranë Konispolit, edhe sot e kësaj dite, shqiptarët atje e shqiptojnë me shqiptimin e greqishtes Dhivra, por kjo është Dibra, dhe ka ndodhur një ndryshim fonetik që ndodh vetëm në greqisht. Eja e gjatë është bërë i. Dhe kjo ka ndodhur midis shekullit të 4 dhe shekullit të 10 të erës sonë. Pra shqiptarët janë autokton në Dibër dhe mbajnë emrin e një personazhi biblik. Pra Dibra lidhet me kristianizmin, me Zotin dhe jo me fen islame. Emri Dibrës është nga Bibla, ka kuptimin Debora, gjykatësja në gjuhën e hebrejve. Kjo fjalë ka ardhur në gjuhën greke dhe gjuha e Dibrës dhe gjuha e Dhivrës të shqiptarëve në jug ruan ndryshimet fonetike të greqishtes. A këtë zbulim e kam bërë unë. Nuk do ta gjeni gjykundi, por fragmentin ku e kam gjetur, fotografinë që kam bërë unë, e kanë nxjerrë në Wikipedia një person që më ndjek mua në Facebook. Dhe ka bërë këtë disa ditë më përpara sa unë të bëj këtë film për ju tani. Shikoni vetë. Të dashur shqiptar, sot është data 1 nëntor, viti 2025, ora 3 pasdite, dhe disa ditë më përpara, në datën 19 tetor të vitit 2025, në orën 7 pasdite, ka dalë zbulimi im
në Wikipedia, por me një emër tjetër. Megjithatë, personi që e ka nxjerrë si zbulimin e tij nuk e di se ç'kuptim ka fjala Dibër ose Debora, të dashur shqiptar. Po shikoni datën në kompjuter, sepse kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra nga diskutimi në Facebook, ky person, që di anglisht dhe shqip, hyn në Wikipedia dhe e prezanton këtë si zbulimin e tij. Dhe kjo është regjistruar, të dashur shqiptar, dhe ai nuk mund të thotë më që është zbulimi i tij. Të dashur shqiptar, fjala Dibër është shkurtim i fjalës Debora, që në gjuhën greke u bë në shekullin e 4 deri në shekullin e 10 Dibora. Pra eja është bërë i në gjuhën greke dhe kjo është ruajtur në gjuhën e Dibrës, është ruajtur dhe në gjuhën e Dhivrës, fshat në jug të Shqipërisë, pranë kufirit me Greqinë. Pra, çamët kanë përdorur të njëjtat ndryshime fonetike si dibranët. Pra edhe dibranët edhe çamët përfaqësojnë ndryshimet fonetike të gjuhës greke, vazhdimsinë e perandorisë bizantine, dhe kjo gjë është regjistruar në librin e Ana Komnenës, shekulli 12. Në veprën e saj Aleksiad, ajo shpjegon se si trupat e albanëve ose arvanitasve ndihmojnë pikërisht trupat greke për të sprapsur trupat franke. Pra albanët ndihmojnë grekët për të sprapsur frankët. Kjo është shumë e rëndësishme sepse zëdhënësi i kryeministrit shqiptar ka deklaruar që emri Albania vjen nga frankët dhe jo nga gjuha greke, dhe emri Albania jo vetëm që është me origjinë franceze, thot ai, por stemat e të gjithë aristokratëve shqiptar janë me origjinë franceze. Pra, ai e dëmton shumë imazhin e Shqipërisë. Fjala Debar ekziston në të gjitha gjuhët semite dhe ka kuptimin bleta, por varianti grek është Debora dhe shqiptohet si në gjuhën siriake klasike, Debora, me një h në fund sipas gjuhëve semite, dhe kjo është regjistruar në Aleksiad të Ana Komnenës. Këtë shpjegim nuk e ka personi që nxori këtë zbulim në internet, sepse unë nuk e thash se çfarë kuptimi ka, unë thash vetëm që ky është gjetur në librin e Ana Komnenës. Dhe ai e nxori. Emri Dibrës, tha ai, është Deboros. Ky është origjinali i Ana Komnenës, Debora me 2 b dhe me një o të gjatë, që është varianti klasik i gjuhës siriane, ose varianti aramaik, me këtë është shkruar Bibla e Vjetër. Këtë variant të gjuhës aramaike e marrin gjeneralet Maqedon në Egjipt dhe në Siri dhe e sjellin e përkthejnë Vjatën e Vjetër në shekullin e 4 para erës sonë, të dashur shqiptar. Do më thënë në gjysmën e shekullit të 4 para erës sonë, aty nga viti 350 para erës sonë, është përkthyer Vjata e Vjetër në gjuhën maqedone. Kaq i lashtë është emri Debora në Dibër. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, rrënjët e kristianizmit janë në perandorinë maqedone, dhe në greqisht është regjistruar dhe varianti mashkullor, Deboros, po ashtu dhe varianti femëror, Debora, dhe kjo fjalë shkurtohet vetëm në gjuhën ilire në Dibra, dhe eja bëhet i vetëm në gjuhën greke. Pra, ilirët i shkurtojnë fjalët amicus në mik, kabalus në kal, medicus në mjek, Debora e shkurtojnë në Dibra. Pastaj, shqiptarët në jug të Shqipërisë e shqiptojnë Dhivra, sepse d-ja bëhet dh në shekullin e 4 të erës sonë, të dashur shqiptar. Pra, ky zhvillim fonetik është zhvillim fonetik i shqipes që ka kaluar në greqisht. Gjuha shqipe dhe gjuha greke kanë evoluar së bashku
dhe ky është zbulimi im epokal. Për herë të parë, kjo është përmendur në librin e Ana Komnenës, në Aleksiad. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore dhe kjo është përmendur në fjalorin e Stefano Karolos në vitin 1633, faqja 783, dhe kjo është fotografia origjinale që kam bërë unë, të librit që ka gjetur familja ime. Këtë unë e nxjerr në Facebook, këtë e marrin shqiptarët dhe e nxjerrin si zbulim të tyre në Wikipedia, pa më përmendur mua, disa ditë më përpara. Gjëja më llahtarshme që ka ndodhur në historinë e shkencës në Shqipëri. Pra emri Dibrës përfundimisht vjen nga emri i personazhit biblik Deborah, të dashur shqiptar. Të dashur Dibran, që u dua me gjithë shpirt, me gjithë zemër, emri Dibrës son është emri më i lashtë, i lirë, i regjistruar dhe është me origjinë nga gjuha maqedone, e cila e merr këtë emër nga gjuha klasike siriane, Deborah. Edhe shqiptimi është një lloj, edhe oja e gjatë e gjuhës siriane është regjistruar në gjuhën greke, siç e pat. Ky është zbulimi im dhe ka kuptimin bleta në gjuhën aramaike, në gjuhën arabike, dabur i thon bletës, në gjuhën amharik i thon dibvara, bletës, po ashtu në klasikën mandaike zunbur i thon bletës, në gjuhën aramaike të re zimbura i thon bletës dhe në gjuhën hebreje dvora i thon bletës. Në të gjitha gjuhët semite, ky është emri i bletës, është personazh biblik, është perëndia e bletës, sepse Bibla, të dashur shqiptar, është në fakt një vepër e perëndive të ndryshme. Në qoftë se ju kujtoni se hebrejtë donin një Zot të vetëm, ju e keni komplet gabim. Mitologjia hebreje, një lloj si mitologjia indo-europiane, ka patur disa zota dhe Bibla që lexojmë ne sot, personazhet biblik janë zotat e dikurshëm hebreje dhe aramaike, domethënë semite, të regjistruara të gjitha në perandorinë akadiane. Dhe është gjetur emri Dabura, bleta, në gjuhën sumere. 3500 vjet para erës sonë, në pllaka prej balte, është perëndia e bletës. Është figura e bletës dhe emri i bletës në gjuhën akadiane, që paradaton disa mijëra vjet besimin monoteist, gjoja hebre. Pra, besimi hebre nuk është monoteist. Hebrejtë kanë dashur dhe adhuruar perëndin e bletës, që është bërë personazh biblik. Kjo që po shikoni në monitor e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore dhe të gjithë ata që besojnë në Zotin hebre e kuptojnë që Bibla është redaktuar disa herë dhe zotat e lashta semite dhe sumere janë bërë personazhe biblik. Ky është zbulimi im epokal i papërsëritshëm i të gjitha kohrave. Domethënë, konflikti që ndodh sot midis palestinezëve dhe hebrejve është një luftë e pastrimit etnik dhe nuk lidhet fare me besimin hebre, që është besimi i zotave akadiane sumere, nuk ka lidhje fare me Zotin monoteist. Është një shpikje e hebrejve, një gënjeshtër. Perëndia e bletës është shumë më e vjetër se sa besimi i hebrejve. Kjo është zota e bletave, të dashur shqiptar. Më mbetën lotët në fyt. Janë vrarë fëmijë palestinez, gra, fëmijë pleq. Libri i shenjtë i hebrejve ka perëndinë e bletës. Është Debora, e regjistruar në Dibër dhe në Dhivra, pranë Kondispolit. Maqedonët e sollën këtë fjalë në
koloninë e tyre Penestia në Dibër. Të dashur shqiptar, Dibra ka dy emra: Penestes, punëtor si bleta në gjuhën greke, dhe bleta në gjuhën hebreje, perëndia bletës Debora. Dhe kjo është bërë Dhivra në gjuhën e Konispolit dhe Dibra në gjuhën shqipe. Kjo ka ndodhur në shekullin e 4 të erës sonë. Ky ndryshim fonetik d-ja është bërë dh në greqisht dhe në shqip, në ndikimin e shqipes dhe ilirishtes, sepse nuk ka qenë dh në greqishtën e vjetër. Dhe eja e gjatë e fjalës Debora, të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka jashtëzakonshme. D-ja nistore në greqisht bëhet dh në shekullin e 4 të erës sonë dhe i-ja e gjatë e fjalës Debora bëhet i në gjuhën dibrane, po ashtu dhe në atë greke. Gjuha dibrane e dibranëve tregon që shqiptarët janë autokton, që nuk kanë lëvizur fare, edhe mbas ardhjes së gotëve, edhe mbas ardhjes së slavëve. Dhe këtë emër e kanë sjell pikërisht gjeneralët Maqedon në Maqedoni në shekullin e 4 para erës sonë, të dashur shqiptar. Atëherë kur Aleksandri i Madh pushton të gjithë botën.